Dhe në fund, gjithashtu pëndodhë Hajdutllaku ma i madh mas 2010-ës i zgjedhjeve. Dhe 50% e qytetarëve të Republikës Kosovës mendojnë që kjo është në rregull, se ata ma herët kanë vjedhë gjithashtu. Dhe unë nuk besoj që angazhimin politik duhet më konë, do me thonë, unë vjedhe ma pak se hojnë para teje. Nuk ka angazhimin politik kë. Unë jam Hajduk ma i vogël, ajo koni madhë. E pra hajtë mojëm një mu. Dhe në ndërkohë me dorën gjep Adriatik, është të thonë, varfëria energjetike në këtë vend nuk është e mjaftueshme. Se jeni të i nxedh dhomat ma shumë se që duhet. Dorën në gjep. Ne presim një vendim të zërejës, base vendos për 21%, base ma shumë, se jere në fundit ma shumë pa të vendos. Do me thonë për tej kërkesës, nështë ta pak ma pak. Po ne nuk e dim kjo opozit që ka me bo kur të merë qaj vendim. Nuk e dim. Dhe ne shohem që shtallet kjo kryeministër, me krejt këta njerëz, tu thonë po nëzeni shumë e rrymë. Dhomat janë shumë nëzeta, dhe me kaj po e din, pjo e njerëzve në përshpisa e nëzeta. Ka një matje, kush e ka bërë këtë matje? Ki matje të varfërisë energjetike në Kosovë vjetë për vjetë. Në gjoni, se numrat janë kokëfort, 90.000 familje në Kosovë marin subvencion për mundëze. Nuk mundët me nejtë fjalia jeni të nëze shumë me 400.000 qytetarë që marin subvencion vjetor, 8 orë, mars për me nëzhe dhome. Nuk rrinë këto dyja me një vend. Do shtat njëti të nëzhen shumë. Nuk rrinë bre Adriatik. Ka të më 90.000 familje janë në varfëri energjetike. Duhet një dhomë pare për mund zë mjaftueshëm sa me mbjetu. Ose s'paku duhet zjetë mënyra se si të ja për shpare njëzë para zilëve. Po, pra. Edhe kjo është. Këto 90.000 familje, to e kanë të përcaktuar kilowatt, sa kanë me shpenzu për me marë subvencion. Pra e në kuadrë të kilowattve të përcaktuar për të marë subvencionin. Pra ndaj, asë një për i këtyne nuk hargjojnë 1.800 kilowatt. Që kjo është dhe para, që e qëtë në rranë këtë mashtrusin, Albin Kurtin. E dyta, kjo qeveri është që me pompozitet të jashtëzakonshëm ka një subvencionimin e klimave, që qytetarët kanë hjek dorë për ngrojes alternative duke i vendos klimat, ndërkohë sot thot shumë po harxhani rrymë se po ngroheni me energji, me klima. Që kjo qeveri është që për të katërtën herë po të arrit çmimin e energjisë elektrike, sepse grupi saj mafioz, kriminal, ka nevoj për ma shumë para. Ta nuk ngopen, rjeti nuk ngopet me interesa dhe me para. Dhe kë nuk është problemi maj madhi, besëmni. Problemi maj madhi është se do parti politike të cilat e kanë zënë hapësirën opozitare, qka kanë me bo kur të merret vendimi zërejës? Qka të duaj bërë? Qka të duaj të bënin? Marët kur e merë vendimi, nëse vendimi o për vikende presim të hanën, të martën me umbledh me diskutu që apo të duaj, partit politike të duaj të ishin në funksion të mbrojtjes e qytetarëve të Republikës të Kosovës. Nuk ka rëndësi a jem pushteta në opozit nëse ki njetin e mirë. Pati një konferencë shtypit të PDK-s, pati një reagim që e pash, ndështë ka pasë të tjerë të zonjës Hikmete Bajrami në Facebook. A mjaftojnë? Në shtunën LDK-ja është me shpata në kuvend, në kuptimin për një kryetar. Tash, a logariti që aty në otu jora në menë qka komendodh me energji elektrike? Pra një parti politike është në ethe, a me majt një kryetar që ka pru partin 13%, a me zidh një kryetar tjetër që ka lën partin 13%. Pra, ata e ka një fokus tjetër. PDK-ja e ka halin tjetër është tu marrë me organizim të protestes për në Hagë, që natyrisht ngritja zonit për procesi që po ndodh atje është e domosdoshme. Se këto subjekte politike nuk kanë kapacitet që t'i bëjnë të dyja. Me gjithate janë do njerëz që tu që ka nevoj për diçka, që ka nevoj për një mbrojtje. Dhe nga vjen kjo mbrojtje. Mundet me ndodhë që me u zgjedh kuvendi, mirë po, mos me arrit me zgjedh presidenti. Duke shkuar në zgjedhje për shkak se sarim
ta zellin presidenten se s'ka kuvend të konstituar. Se nuk shtyër për shkak ajo certifikimit. Kemë rastin e Jakub Krasniqi që ka qenë mungesë presidente, e ka udhëhequr një 6 muaj ditë. Po, nuk krahasohet.